Dhe jemi tani për diskutimin e fundit për ditën e sotme, për atë që ndodhi në prajmin e partë të Big Brother VIP Kosova 4, për banorët që hyjnë opinioniste dhe gjithçka, do të flasim sot me Lenën që rikthehet pas një pauze verore. Lenë, mirë se erdhe. Sezonale, natyrisht, mirë se erdhe. Gjithashtu dhe sot për herë të parë kemi Paulin, për ndryshe ish banor. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Hera e parë, po besoj jo e fundit. Besojmë që jo, është veç fillimi Big Brother. E shojmë. E keni përcjell natyrisht atë që ndodhi mbrom, një përshtypje e parë. Çka ju pëlqej? Kush ju pëlqej mbi të gjitha? Edhe a ishin pritshmëritë sa i përket banorëve, sidomos se banorët e kanë atë përshtypjen e parë dhe reagimin e parë që janë në rrjetet sociale, që kush i njeh këta, kush i njeh ato e gjëra të tilla. Qa më pëlqej, më pëlqej se çdo vit e ma shumë më ka vjen të bu maj flakt ky farë Big Brother. Do me thonë, ka qash shumë ngjyra, ka qash shumë ngjyra mbrana qëti sezoni, so që nuk e di qa kena me prit pitina. Cilim ka pëlqy mas shumë të normal lundrimi, ajo konë diçka ekstra. Lundrimi është edhe gjithashtu shoku jam. Apo? Për më kom pa transparente. Ama definitivisht për një me, jem gëzu shumë që unë nuk e kom ditë në fakt që ka me hi. Ama kur e pash që veç kish vendos me hi edhe ish bo për me hi mrena, jam shumë e lumtur për ta, se është, po besoj që edhe shumë prej tyne janë sikuraj. Është ky fund apo që u bë goxha për faktorë. E ka mbajt sekret edhe prej familjarëve. Po, edhe prej familjarëve, do me thonë edhe unë kish pas ti në familje ti. Jo, është një tjetër e kish pas ditë, se ma ndje e komentum, po gjithsesi, jam shumë e lumtur për ta, se për një është një artist shumë i mirë, që nuk ka pas mundësi ndryshe për më shfaqë në publik, edhe Big Brother është një mundësi, mos me thonë mundësia ma e mirë për më shfaqë artistat si kë. Kjo është favoriti jam, Dolce. Le Dolce, në një moment tjetër kemi për to. Sot po një moment tjetër. Paul, së të duk për nëmë? Duket interesant, mas pari kër e vrejta prom që ishë bon këgja renovime, këgja ndryshime dhe mrena në shpes. Sezonin e kalumur duke e mo dhe kështu në kamerë, po mrena kër hynë do këtë shumë ma e vogël, po tash u vrejke që edhe ma gjënë do këtë, po edhe në alësin një katë e këshin shtu, do këtë shumë ma interesant, ma atraktive mrena, edhe shumë mirë për ata banorë që kanë hy, dhe më thonë se kanë, se një me ato jenë shumë minutat, jenë shumë gjatë. Se kështu na jashtë, për shumë kër je në aktivitetet punës edhe jetës përditshme, do këtë që përshkën shpejt, po aty minutat jenë shumë gjatë. Për banorë që kanë hy, duken këgja interesant, karaktere shumë ndryshme, edhe unë mu ka po qefi që Edit ju ka dhonë një shansë e dytë për me hy, se pak kur hyni sezonin e kalum që kemë edhe na, u gut pak për me dalë, presioni edhe disa gjona që kështëllon jashtë, dhe me thonë, pa i kry, ka menu që mundet nështa me shty, po shansa dytë gjithë kosh me në jetë do të me pas shansën e dytë, edhe jam shumë i gëzuar për ta që ka shansën e dytë me provu. Për banor tjerë... Mendon që ka me ndryshu, sa i përket sjelljeve, disa qëndrime që i ka pas aty brenda, se ka pas kritika për herën? Që Edi është një tip, një karakter që thujmë na në atë aspektin pa shërë, ose shumë i drejt për drejt, dhe ka njëherë qash i drejt që është, ja bën pak shirë në vetit, po besoj që tash këtë herë arrin me rujt qëtësin, edhe nuk bjen provokime, sa aty ka me pas provokime të ndryshme, ajo është pak ma temperament, edhe mundën me afektu lojën e tina, po besoj që ka pas ku mjaft me përgatit, edhe besoj që ka me shku dhe në fund, unë do ta mbështes, me ne që e ka meritu, me provu prap, ashtë shumë, banor tjerë duken kogja, gjithë kanë hyme një vullnet kogja të madhë. Po, kur jemi këto, nga të dy të përgjigje, do më thëmë prajmi i parë, nata e parë është shumë më rëndësishme, sepse zakonisht ndodhë që disa banor e marrin një vëmendje shumë të madhe, me ose pa qëllim e marrin atë vëmendje. A ju duk të paktën si pasur që mbram pat banor që e kishin këtë tendencën për të ra në sy, për ta marrë vëmendje, dhe nëse po kush u bë faktor që natën e parë? 72 orët e para jenë vetëm si show-off, që i thënë anglisht, dhe shumë karaktere aty keni me vrej që kanë me ushu shumë shpejt, se kanë hymë me shumë entuziazëm, me shumë energji, po do të ndryshojnë shumë gjonat shpejt atë mërëna një jave, se nuk është njëjtë, duket që... Pra nuk është determinus prajmi i parë, si pas të jenë, atë shumë më të pritë. Mu që ka nuk më pelqaj prom heq, kanë videot që i kishim bo për prezentime. Po, pëse? Qysh të egzagerume kanë, adin shumë të jebë zërë, unë jam, ona jo, unë kjo, adin të qysh
Bënu pak marrëveshja, lena të shohim kush je ti, ka hin që aty për me na kallëzu kush je ti. E mos na kallëzojmë videot, unë ku më bë kështu e ruhipi me, në thuti u ka hin ai dragu. Mu lidh me kolegën, më la përshtypje një banor që ishte në Venecia, tu banon duke si aktor që kishte marrë pjesë në Netflix dhe diçka. Ajo duk shumë i qetë, domethënë shumë tip pozitiv, edhe mendoj që ai mundet me mri kogja larg. Atë në bas tipareve që aty vetë qetësia është e para numër 1 që të qënë kogja largë, dhe me thonë se e di vetë, e kom provu vetë, kom pas provokime ndryshme, po kom arrit me rujt atë qetësin, edhe për shkak asaj qetësisë dhe më kanë qitë edhe nominim, për shembull, mirë po e kam pas publikun tem që më kanë imu me vazhdu, po për shkak që dihet arsye shëndetësore mu dash me ndërprej, qetësia është diçka që të ndihmon shumë, se kjo është lojë shumë e gjatë, është maraton edhe... Anel, përveç shokut tonë, kush u bë faktor, kë e pe faktor në brëm? Se i kuptum favorit. Kush u bë tjetër faktor? Dikush që të ranë sy, ndoshta që... Më fali, nuk është që më të e bu me ironi, po për nga emra shumicës nuk ja u di. Po e vërtet, edhe një nuk është që po e bojmë se emrat problem, do t'i mësoj me kohën, po për shembull ky djalë me flok gjata, që ishte edhe trajner Tarzani që bithojnë. Tarzani në TikTok pat shumë video që pra e mor një lloj vëmendje online. Po e vërtet është, ky e mor vëmendje, po dyqysh mu së shumë pas ka ra fort në sy. Në rregull, okay. Kush u kon kjo me Benita, po. Benita, kjo më duket që e mor vëmendjen, e pat marrë këto vëmendjen, tani ndërkohë e kish pas vendos me bo ekstra. Në Big Brother. Shumë vete kanë marrë këto vëmendjen edhe kanë shku. Personazhi tjetër. Mirë, kështu që, po, kjo Benita po më duket, edhe kush tjetër u kon, s'po më di. Nëse mundet regjia edhe fotografi tjera që... Shkojmë të dolçe, aman, ku ke në astus është, hajde shkojmë dhe një tjetër. Ma shpejt. A mundi me rrit veç do kështë. Jo, për ndryshe, për te Shagas është personazh që e pati një hyrje jashtëzakonisht shumë të fuqishme. Pati një energji të mirë, pati një prezencë. E vërtetë. Për dallim prej çikave tjera që henën si për shembull kjo shkutja, që i kishte abzor këtu e hongër derën me Imrana, po nuk e kuptova çfarë dish me po. Po më vjen shumë keq se di që e keni shumë për zemër, po. Pajtona me di që i jepi shumë zor, ama është që si karakteri është, domethënë që ka prit me entuziazëm edhe do muzikën popullore, do muzikën tradicionale. Po, edhe ne du muzikën popullore, e krejt nuk e pata për pjesën që jini me Aldrin edhe Ilirianën. Për cilën pjesë pati? Për pjesën e prezantimit. Për shembull Dolçe ka shumë ma nëse normalisht që ndallon personazhi vetë ka karakterin ndryshe prej tjetrës, po unë për jepi thjesht mendimin tam. Po, në fakt që ta jam Pantera... Po, që kjo, po, një jam ajo e po e the edhe vetë, një pjesë e madhe banorë në ato videot vërtet paten shumë prezentime elektorale, adin që unë do të bëj kështu, unë do të bëj kështu, ndërkohë që e shohim tani në realitet Ma gjenjeri jam tepër i mirë, mas 2 minuta afta do ish duke i krejt. Po. Dikush ta që zgudzon, i kom vijat e kuqe, zgudzon ma prek mjekrën, kështu që ajde më pat gjonat... Po dhe i patë ndosa në shumë, ose në ashta dhe u konë në marrëveshje me ta. A nuk thonë që gjëra do të regohen fillim, me fillim. Me fillim dhe tani me flajt. A e morë edhe vëmendjen tonë dhe Dolçe? Me tonë drejt, kameran media më ka ra shumë më konë edhe jashtë, po tash edhe këtu kote funit, normal që e ka një eshi, ka stil, edhe bile pram të shiqu me shoqen, fillu me qesh, tash kjo qenë ka si Marilyn Monroe shqiptare. Po, ata ashtu e prezentuan. Po, që ashtu edhe u do të pak e bukur. Po, kjo është e mira, dhe mos të cili me konë autentik, me munu me tregu atë matë mirën që ka të vetën, me po stil, mos më munu me egzageru si disa banorë që e këshin stërt e pru edhe me dukje, edhe me veshje, edhe me këto gjanat, që ajo është pak që munuën shumë me rënë sy, manena i kthejet si bumerang ajo, po përderi sa munuën më konë vetë vetja, që ajo është ma e mira. Ajda, unë bashkë prezentusin e kumë gjetë për tardhme. Ti bën mirë me gjetë bashkë prezentusin. Ja, liroj. Mu që kam pëlqej këtë sezon të Big Brother, ka që pat këngëtar shumë, pat artista për një shumë, që për mënej ka me pas shpirt ma shumë shpia, s'ka me pas bërtima e piskama që shukon vitin e kalum. Shpresoj shumë që si vjatë kanë me na japë ma shumë artë edhe kena me pas qip ma shumë i këshyrë. Po, pak mentor Aziri, me që nuk është aktiv në muzikë, pat një rikëthema në këtë garë, tashme, po ashtu edhe Ardit Stafa, që po ashtu ka një pauzë dhe shumë të gjatë në muzikë, po kur jemi këtu, për shembull, Pauli ka qenë vetë në brenda, nëse fokusohen banorët e kjo pjesa artistike ose pjesa e profesionit të tyre, gjithmonë është ajo që këtu nuk jemi të regu në profesion, që ka më thjesht duhesh me dalë për te asaj, është edhe kjo... Ama dhe kjo e pa jeshin e vetë, kjo pjesa. Unë menoj që secili që është aty çdo banor
duhet me mundu me tregu ato që ka din, vlerat e tina, talentin e Shambull, ti sa tina. ke folë për profesionin të në brenda? Sa e ke pasë mundësin me folë për? Jo, kur u konë kjo s'ka mujt me folë kërkosh, aty unë konë disa personarë sa këtum, se vish kam për ti, këta s'kan mujt as me folë. Këto deshta më lidhë që shpesoj edhe shumë, po shpesoj dëmon që kanë me arrit me rujt atë kulturën e debatit edhe për një me më morë vesh. Se unë vetë mrena e thësha që kur filloj ke debatit isha më zbërtit një krejt, se jashtë nuk mirë një vesh kur gjon. Dhe me thonë, me full me radhë, se debati nuk dhe me thonë, nëse filloj me u përla, me tonet nalë taj nuk është debat. Ajo është zënk, që i thëjnë, në Shqipëri nuk është debat. Edhe këtu menoj që po shpresoj që kanë me tregu edukatë dhe kulturë të pak të në debat, mës me shku me prejkë në gjona personale, po me fitu debatin me argumente edhe me temat cilat jenë aktuale edhe se cili me tregu ato matë mirën dë vetën për artistat që jenë, si për këngëtar, si për aktor, si për krejt, më mundu sa ma shumë me... Se kjo është si loj shkolle që të ndimon për me unë gjitë ma nalt, lumë ata që din me shfrytëzu edhe me vazhdu. Kjo sfida e parë në fakt që u bë, tregoj pak a shumë për karakterit e secilit. Mënyra se si shpërthy, ndikush arriti me mbaj qetësinë, arritët kuptani pak a shumë për karakterit e personazheve? Po mas shumë ti, dhe më të mezënjë që kanë me jesë marë pare, janë qëta që kanë Italian, dhe më thonë qëta artista që po thujme. Këta tjertë që janë për shamë vetëm kështu si famshëm të rjetëve sociale, ata kanë me pas shumë ma problem, se s'kanë qka me tregu. Dhe më thonë përveç se... Shamull, Alba e pati një reagim shumë të fushishëm, a? Bram, që shpërtaj ndaj vendimit të vlajtë më. Po, këtu pajtuna në atë aspekt me ta, se tash i ka dy antë medalje, se para gjanat personale nuk duhet më u prej. Si një euro, si 45 euro që tha shkurta, pa mërë parasysh, ajo ka vlerë, nuk ban me u prej. Po, duhet me dita që e hime një show që kanë me bojnë gjanat të pa mundshme me arridit e provokimi edhe me dalë prej situatës. Benita e pat me siguri hallin se ka qantat e shtrejta në valigje, e pat një reagim kështu që... Për gjyshe, Gerta ka qenë një surprizë, është folë shumë, madje është folë që ka me qenë Big Brother të Shqipëris në këtë edicion, por e pa më brëm në Kosovë. Sa prezentu si naturisht dhe mes me përvoj që ka. Shtu duk? Edhe kjo u dakë që, edhe kjo menaj që ka me shku shumë gjatë. Ka me qenë personazh. Po, ka me qenë një ndër personazh, se mu dakë paka shumë, mu dakë si kur Gjulje. Krejt e thanë vërëm këta. Madje edhe Gjulje në tha që më ka thonë shumë shpesh, që ka në gjaj shmëri kështë të ndukje. Po, a më edhe në qëndrem, edhe në folë, edhe në për fillem i bleni her njerëzit, tash nuk e di që shka me vazhdu kjo, po për prom për folim. Mu dakë pak si Gjulje edhe menaj që ka me shku gatë, se ishë ma shumë me vetë kontrolushme, po dhe keme kontrolu vetër ma mirë. Kjo menaj që komu Sa i përket Albës që përmenet ma herët Alba njifet në për rritët sociale, në për reality show që u konë tjera, që kjo të na jeshë përthan, është pak ma impulsive kështu si tep, edhe është ma pa kompleks. Loja se Big Brotherit kështu i duen, edhe disa, edhe shpërtys karaktere. E vërtit. Nështë dërse një koment për Jo, thash që e krasun me Gjulin, kjo duket karakter ma i qetë dhe menoj që ka mundu ma shumë me tregu vetën, se sa veç me këshyr me marrë vëmendje, si kur Gjuli, ma nena me ranë konflikt me vetën. Ama sigur pitës si Gjuli nuk i bërë. Sigur. Ati se di. Një personazh shumë i përfolur, por që më bërëm nuk hyrja, u tregua rasti është me Iqbal Hudutin, absolutisht që njihet për deklaratat e saj kontradiktore dhe e kështu me radhë që diskutohen gjithandej. Nëse do të hyjë, do të thotë në një moment tjetër, a mendoni që mund ta ndryshojë dhe mund të jetë faktor në shtëpim? Nuk e di, one, sa i përket asajna, shumë pak kisha pas qep me full shkaku që nuk e di është. Une për veti nuk jam shumë praktikante e fesë, po une respektoj shumë njerëzit që praktikojnë fenë dhe e mbajnë fenë. Unë menoj që për pas që e ma njëri një shami në kry, ajo i ka dhe disa regullat veta që duhet normal mi respektu. Nuk di ma shumë, po une për veti si kom një që ka me hi, automatikisht nuk më ka duke Si lojtare, si e kështë e pati brenda, për të po flasë? Si lojtare, po, si lojtare ajo full shumë edhe është njëri që bën debate shumë, kështu sa e kumë pa në për emisione. Po menoj që nashta kishë në gjallë debatet më doja mrena, po nuk e di sa i shkone e hishme. Për shtatja me të tjerët, ha? Po. Ajo i mbetet? Po, pa tjetër, është personale, po. Ose themi ma mirë kështu është loj ferë, se kanë thënë që do të ketë një dhomë të veçantë, pra edhe ne e dim që të do trajtohen... Jo, e këshim po thjesht një shtrat me perde, diçka qështu, së është i këshim po një dhomë, po apet si apet... Po da ty ka kamera, kështu që po,
në vëzhgim, e rëndësishme është me qenë transparente për publikun. Çka do që ndodh? Qërë edhe kur dikush për shembull si personin fjalë dëshiron me hy, edhe produksioni besoj që ka pas shumë vështirë se paragjykohen për shembull për shkak të besimit edhe mënyrës si e praktikon fen, për shembull edhe mundet me u gjyku në situata të ndryshme, po përderisa e kanë plotësuar kushtet cilat i ka kërkuar. Prapi jem ka ajoja që ajo... Po gjithsesi Ama çfarë kushte mund është mi kriju t'ja asajna kur ja bën një dhomë me një pjesë, një shtrat me perde, ndërkohë që aty e ki një kamerë. Ti po mban bariera me banor, ndërkohë që krejt publiku ka të sheh. Apo kupton? Gjithsesi mbetet më pa që nëse do të hyj çfarë dinamika mund të sjell ajo, por unë jam habit shumë kur ka marrë vesh se thjesht kur e praktikon fen deri në atë pikë cilën si kam dëgjuar që e praktikon, domethënë Big Brother është veni funi që mund është me kërku, është veni funi që mund është me kërku me hy, sepse dihet që është 24 orë, nuk i privatësi. Ne dim kritikat për Xuxhen, që gjatë gjithë kohës ka qenë kështu në vëzhgim themi se apo e praktikon a... Po, unë kam qenë aty, debat tjetër që bëhet në këtë pikë. Xuxhi ka praktiku, domethënë i ka falë gjitha vaktet, sa kam qenë unë aty, domethënë edhe ka pas raste edhe unë e Driloni e di gjithë. Po, por është përdor, me çdo çështje që ka qenë më përfolur zonja Iqball është për faktin që është edhe me mbulesa, prandaj është një diskutim shumë i madh, po mbetet shit, nëse do të hyjë se çfarë dinamika mundet me edhe çfarë ngjarje më sjell. Ojta kthehet opinioniste prapë, ndërkohë kemi Eleonora Jakupi që po ashtu është diskutuar shumë në rrjetet sociale, për herë të parë dy opinioniste në Big Brother të Kosovës. Çfarë prisni nga kjo dyshe? Unë Leonorën kështu nuk është që e ku këshyrë shumë as në për intervista, shumë pak di çfarë karakteri ka. Olta është tipike opinioniste që mund pëlqen që shi jep opinionet e veta, kështu që Olta është vendin ku duhet më konë, ku do është më konë edhe si vjetë, e për Leonorën të shohim tash në të ardhmen, se nuk është që di shumë. Paraqitja e parë nuk e di, mu dok nështë ka pas emocione se hera e parë, po mu dok pak e shisha pak nër Oltën, ndërkohë që si figurë, si Leonora Jakupi, unë e kum pasi një femën shumë të me karakter të fort edhe të ngritur, po krahas Oltës pak i bik ajo hija e vetë që e ka. Nashta e merr veten në prajme tjera. Leonora Jakupi është një personazh i cili që s'ka hije që mund miro, se është jemi rrit me ta edhe ka shumë vlera, edhe duhet me kuptu pozitën që ka qenë pranë se është hera parë që merr pjesë me një format tillë, edhe është bën një kombinim shumë i mirë i asaj që është opinioniste një banore cila ka qenë edhe dim për mrena se çka ndodh dhe që shkon loja dhe i kupton pak a shumë karakteret, po edhe një opinionist tjetër për shkakun si Leonora që nuk e ka provuar asnjëherë Big Brother, nuk e ka provuar asnjëherë, po janë dy atë femra edhe kanë me i dhënë pikpamjet e tyne të dyjat edhe unë e vrejta që Leonora ishte pak, domethënë ma e stepun, po e kuptoj për shkak që dën ende dën me adaptu pak edhe me gjithë shka edhe me dhonat menimin tamam më të pastër se që duhet për lojtarët. Është e kundërta e Oltës në kuptimin e shumë më e qetë edhe shumë më mirë. Angeli dhe djalli. Ja duhet dikush një përshkrim, kështu që besoj që gjithmonë do të mundohet me gjetë më të mirën Leonora. Të është dallimi se për shembull Leonora besoj që kur të thot diçka, një menim për një banor, ka me thon tamam ashtu që është. Olta pak mundet me dredhu pak se e thotë edhe në kuadër pak me qit me një pozitë jo të lakmueshme banor që në mrena, se e kupton se çka mundet me ndiku te ta mrena manena në lojë, e është një mix-up shumë i mirë. Mendoj që Leonora është në avantazh se i kupton batutat në Kosovë, Olta ka pak problem. Ja për këtë. Po mendoj që na bëjnë. Jo, vazhdo vështirë. Që ata bëjnë kombinimet një Shqipërisë në të Kosovës? Se ata vjetë konë? Natyrisht, besoj do të kemi shumë raste të tjera që do të jemi bashkë. Ky reality show vazhdon ta ketë vëmendje shumë të madhe dhe dinamikat janë të pashmangshme. Faleminderit për sot që erdhët. Faleminderit edhe juve, një mesazh edhe për familjen e Edit, për shoqërinë, për rrethin, për krejt që ta përkrahë me gjithë, besoj që do të shkoj larg i dëshoj. Okej, edhe unë pra një mesazh të krejt shoqërinë e lundrimit me përkrahë krejt bashkë. Jo, respekte për lundrimin duket karakter shumë interesant, me të vërtetë po shkon që mori vëmendje dhe besoj që ka me dash publiku, ka me shku larg, po kjo është e bukur kësaj që me pas pak një lloj rivalitetit gjithë. Natyrisht, suksesit gjithë. Faleminderit për sot. Faleminderit.